Përshëndetje nga sofra shqiptare, jemi afër festës së Shën Valentinit. Kam sjell një mënyrë se si përgates unë një dhuratë, e cilën e quaj jep dashuri, në një përgatitje shumë thjeshtë. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Fillojmë nga puna. Këtu kam një ëmbëlsirë me shërbet. Ju mund të merrni lloj-lloj ëmbëlsire. Drellza mund të merrni, bombica, varët. Na duhet 100 gram me çokoladë bardhë, cila do i shkrim navull. Tu kam një ambalazh të çokoladave të blera në formë zemre. Na duhet këto letrat e muffincave, i vendosim kështu tek ambalazha me zemër. Vërtet është një dhuratë shumë e mirë, e shijshme, një dhuratë modeste, cilën ja vlen me përgatit, me pak kohë, me pak harxime dhe del shumë e mirë. Secilën ëmbëlsirë e vendosim tek letrat e muffincave. Kështu. Çokoladën në bazë do shkrim navull. Çokolada shkrier zhgati, tash ju hedhim sipër secilës ëmbëlsirë për hapje kështu çokoladë në gjithë sipërfaqen e ëmbëlsirës. Këtë mënyrë veprojmë me të gjitha. Sipër vendosim bombone kështu në formë zemre, derisa çokolada nuk është ngrier ende plotësisht. Vendosni sipas dëshirës. Vërtet shumë bukur, zhvert. Dhe dhurata zhgati, vendosim pjesën e sipërme. Vërtet ka dalë shumë bukur. Kjo është mënyra se si përgates unë dhuratë dashuri. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.